I blen karrocë se Lamborghini djalit të tyre, buri Dafina Zeqirit kapet keq me komentuesit, Ejani ju adoptoi për një Golf 2. Dafina Zeqiri dhe bashkëshorti i saj, Kreshnik Gjergji, i kam bler karrocë Lamborghini djalit të tyre. Kjo karrocë e veçantë, me vlerë mbi 4.000 euro, mori vëmendjen e të gjithëve. E më së shumti pati reagime në rrjetet sociale, ku shumë nga njerëzit e kritikuan duke e cilësuar si një shpenzim kot. Karrocë për fëmijë Lambo është e tepruar sipas meje, nuk do të thotë që ke para e që duhet i shpenzosh të gjitha. Nuk ka kuptim se fëmijë është, ka shkruar një nga komentuesit, dhe buri Dafinës ja ktheu. Krejt ju që po e luani ekspertin, nuk bën ashtu, nuk bën kështu. Ejani t'ju adoptoi për nga një Golf 2 të kuq. Një tjetër komentues tha: mendje madhësia ndonjëherë është shumë e keqe kur e tregon se kush je. Unë mendoj se është e tepruar një karrocë fëmijësh kaq të shtrenjtë, ku ndërkohë ka familje që nuk kanë fare. Kreshniku shtoi: tash ata që nuk kanë, a mos me pas krejt, a si ke dëshirë? Ata që nuk kanë, nuk ua kemi marrë ne. Ne me lekët tona po jetojmë. Mos u merakosni ju hiç kush ka dhe kush nuk ka. Ne ndihmat nuk i publikojmë. Çifti duhet kujtuar që së shpejti do të bëhen prindër të një djali.